një çështje e cila është siguruar në marrëveshjen e Ohrit. Mos u themni marrëveshjen e Ohrit. Ti nuk mundesh një ligj ta zbatosh. Ti implementon marrëveshjen e Ohrit, do të miratosh një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai ligji juaj? Po, mirë. Do flasim edhe për ligj. A balancosi juaj? Çështën e përfaqësimit drejt dhe adekuat e din shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut para se të vijë BDI dhe Ali Ahmeti e dim se sa e kanë pas qasjen në institucione. Po edhe e dim pas heqjes balancuesit se edhe shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga 2% kanë arritur në 22%. Pikërisht si rezultati i kësaj qeverisë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ju mund baltosni sa doni. Po shqiptarët Bashkimi Demokratik për Integrim u ktheu dinjitetin. Ju tash jeni tu i prek aty ku është kënaqërinë e shqiptarëve. Dhe këtë thonë, shkoni flisni me njerëzit tonë që punojnë në institucione.